Myrto Uzuni është rikthyer te goli duke gjetur rrugën e rrjetës në Amerikë. Në sfidën që Austin zhvilloi me El Pason e vlefshme për fazën e 1/16 në Kupë, sulmuesi i kombëtares realizoi gol në minutën e 76 fal asistit të Vazquez. Pasi merr një top fantastik, sulmuesi shqiptar gjuan me të djathtën nga jashtë zone duke tronditur portierin e ekipit kundërshtar. Ky është goli i tretë për Uzunin me fanellën e Austin, i cili nuk shënonte prej 30 marsit. Brendon Vazquez realizoi edhe 2 golat e tjerë që e kaluan Austin në fazën tjetër.